Shëndes gjithve dhe dëgjojeni mirë këtë, dëgjojeni me kujdes, o njerëz. Bashkimi Evropian ka financuar dhe po financon një projekt i cili ndalon emërtimin nën dhe bab. Po, e dëgjuat mirë, por dëgjoni me kujdes se për kë shtet bëhet fjalë. Për Ukrainën, Moldavjen, Kosovën dhe Shqipërinë. E dëgjuat mirë. Tani dëgjoni me kujdes se çfarë po ndodh nën Rogos, sepse gjoja bën luftra nga njëra anë, por nga ana tjetër bën disa ligje që shumë njerëz nuk i kuptojnë, sepse bën me shumë ngadalë dhe ato ecin me gjurmë të padukshme. Tani, si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like, faqes dhe videos, shihemi sërish dhe shpërndani këto informacione, sepse janë informacione të rëndësishme, prekin secilin prej nesh. Nuk jam këtu për asnjë gjë sepse nuk fitojmë gjë nga këto informacionet, por fitojmë në përgjithësi të gjithë bashkë. Një zë i vetëm nuk bën asgjë. Të gjithë së bashku ndoshta diçka bëjmë, sepse dikush atje tej tallet me popullin, tallet duke shpenzuar lekët e popullit dhe bëjnë projekte të tilla, si në rast të tillë, për shembull në këtë rast këtu. Bën projekte për shpërbërjen e familjes. Deri dje familja ishte le të themi investuar për familjen, sepse edhe zogjt shtengtar investojnë për familjen, bëjnë fole dhe u japin për të ngrënë zogjve të tyre. Pra kur bëjnë vezë dhe zogj, ata u japin, shkojnë rreth e rreth dhe t'u japin për të ngrënë. Dhe kjo bëhet në botën e kafshëve, kurse në botën e njerëzve po shkatërrohet ky sistem. Po shkatërrohet njeriu. Më thoni nëse është e drejtë ose jo. Më thoni nëse me paratë e popullit të bëhen ekstremitete të tilla dhe ti të quhet, sepse ky ligj për ata që nuk e din, është një ligj i ri ose një projekt, si mund të quhet, sepse me kalimin e kohës pastaj bëhet ligj, i quajtur Gender Equality Facility. Se thash Garden, Gender Equality Facility, që do të thotë një shpejtësi e të thënit të një gjinie abstrakte, në sintezë. Pra një gjinie abstrakte që është gender, gjini, equality që tjetë e njëjtë, pra një gjini e njëjtë dhe e shpejt, për ta thënë, sepse ti po të thuash bab, e po ti thuash nën, nuk është e shpejt, por është e shpejt ti thuash gender equality facility. Pra ti nuk mund ta thuash dot nën dhe bab, nëse ti ke pranuar këtë projekt, por mund ta quash si të duash. Dhe është vendosur për vendet, siç ju thash, Shqipëri dhe Kosovë. Nuk më intereson për tjera, për Ukrainën dhe Moldavjen e tjerë, nuk më intereson, por më intereson që është vendosur në Shqipëri dhe Kosovë. Ndaj dhe në vendet shqiptare, në Kosovë dhe në Shqipëri, vendosin më shumë, sepse kjo u bë gjoja për politikën, u vendosin më shumë gra në politik për të dhënë zë grave, por njëkohësisht me kalimin e kohës ti nuk mund të thuash dot nën dhe bab, dhe ndaj dhe në Shqipëri vendosen ligje, qoftë në për shkolla apo qoftë ose disa projekte për të mos u kuptuar. Dhe tani më në fund doli haptazi që kërka një projekt i Bashkimit Evropian, por është turp për drejtë mori. Është turp sepse siç e thash më përpara, un jam askushi dhe një ditë apo një tjetër dikush do ta kupton, do ta merrte vesh. Po mirë. Ja tani e mora vesh un, e thash. Tani çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Sepse nuk e kam dëgjuar në asnjë vend që të flitet në Shqipëri apo në Kosovë për këto fenomene. Pra ky është një fenomen për zhdukjen e familjes, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, më thoni ju, nëse është diçka tjetër. Pra, në këtë ligj që siç ju thash që është Gender Equality Facility, janë një sër diktatesh që ti duhet të aprovosh. Për shembull, ti duhet që të futesh në politik femra, për shembull të gjinisë femrore ose gjithë mashkullore, po ti nuk mund t'i quash dot burra dhe gra, por mund t'i quash as zotrinj, nuk mund t'i thuash zonja zotrinj, absolutisht jo në këtë projekt. Pra mund të thuash çfarë të duash ti, po çfarë do thuash? Nëse nuk i thua nën dhe bab tjetri, nëse nuk i thua zonjë dhe zotrinj, çfarë do t'i thuash? Oh, ti, apo jo, sepse s'ka zgjidhje tjetër. Tani, ndoshta unë e egzagjeroj pak, por më thoni ju nëse kjo është e drejtë ose jo. E di që shumë prej jush këtu tani, shumë prej jush as që nuk do ta besojnë këtë,
por thash, mjafton që të futeni dhe të kërkoni, dhe të tjera akoma do thonë më se çfarë është, ose të tjera akoma do shkojnë dhe do hapin portale të Big Brotherit, ose të këtyre soap operave, ose të këtyre, si quhen, të këtyre programeve televizive për tu informuar në qoftë se dikush doli në televizor nga këta vipat e rinj apo jo. Dhe çfarë thanë, në qoftë se ishin veshur mirë apo nuk ishin veshur mirë, në qoftë se kishin këpucë apo atlete, dhe në qoftë se kishin flokët të bërë apo jo. Është turp i madh, sinqerisht po e them, sepse 70% e popullatës jeton në skëter, në një ignorancë totale, sepse e kanë formuar në këtë mënyrë që të mos informohesh, të gjendesh gjithmonë nën kontroll, sepse ky është theksi, pra ti në qoftë se nuk je informuar, të kontrollojnë gjithmonë, dhe ti nuk mund të thuash dot asgjë, sepse në qoftë se e thot deri kur e thot Nadir Mura, mos e ska gjë, ai Nadir Mura ai bëri dhe magjistarin, dhe ai bën ato videot, mos ska gjë. Ku digjaj, ai është konspiracionist. Dhe nga ana tjetër po shkatërrojnë familjet, nga ana tjetër po investojnë 1,5 milion Bashkimi Evropian që të shkatërroj familjen, sepse familja, nocioni familjes nuk duhet të ekzistoj më. Nocioni bab dhe nën nuk duhet të ekzistoj më. Dhe dëgjonim këtë që do t'i them unë tani. Sa afërmi, shumë shpejt, mbajeni mend këtë. Kjo është teori konspirative dhe mbajeni aty, sepse do t'ju duhet, shkarkojeni këtë video. Do t'ju duhet ose shkruani. Shumë shpejt do të hiqet nga pasaporta nën dhe bab. Mbajeni mend këtë. Me një fjalë, do t'jenë vetëm abstrakt. Diçka çfarë do të vendosin nuk e di, por do e heqin nën dhe babën. Me fjalë, kush e ka bërë, do vënë emër të njërit, emri atij që s'është bab, emri asaj që nuk është nën. Kështu do bëhet sa afërmi. Dhe nuk e kuptoj pse e testojnë këtë gjë në trojet shqiptare në Kosovë, Maqedoni. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye po dëbojnë njerëzit nga vendet e tyre, pra nga Shqipëria, Kosova, për t'i zvendësuar ata me emigrant që nuk duhet të citoj se nga, por nga vendet të ndryshme. Pra, çfarë po ndodh në trojet shqiptare? Pse këto pse duhet të ndodhin këto gjëra? Megjithatë, unë do dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni ju? Pse në vitin 2026 të ndodhin gjëra të tilla që të mundohen të shkatërrojnë familjen dhe të shkatërrojnë njeriu, sepse njeriu shkatërrohet edhe psikologjikisht. Njeriu shkatërrohet edhe nga mendja. Mjafton që ti ta detyrosh njeriu në disa forma, ai që e kupton, pra më mirë, siç thot një shoku im, më mirë thot më mirë të jem ignorant, thot Nadir, thot, sepse ato që thua ti thot janë të vërteta dhe mua më trembin. Pra, më falni, po ka ndodhur diçka ndoshta këtu dhe po lëvizin makinat, kështu që ma mërmendja më duhet lëviz dhe unë, dhe më falni, por jam pak i acarruar për këtë, sepse tani u zbulua, nuk ishte, me fjalë, çdo gjë ishte në heshtje, dhe e gjeni, siç ju thash, shikojeni, kërkojeni, siç ju thash, gender equality facility. Pres komentet tuaja, ditë mbar.